Këtë video e kam për të gjitha të kategori të cilët I kam qujt mbeturina dhe trushplar. Besoj e kanë pa lajmin sot, e kanë lexuar të gjithë në për media që Edi Rama I ka dhënë 400 milion lek për koncertin e raperit amerikan që është ai Kanye West për një natë. Pra për një natë që do performojnë në Shqipëri, ky ka çel fondin e emergjencës. E qunë çështje emergjence harbimin e mira njerëzve që mund vinë aty në një koncert një natë që nuk I sjell asgjë mbeturinave, le të mangjojnë mirë këtë pensionistët që futen si mbeturina, si fllishësira në për rrjetet e mia sociale, edhe shajnë e pështyjnë. 400 milion lek I ka dhënë për një natë Edi Rama për diçka që juve nuk ku vyn asnjë. 700.000 pensionistë. 700.000 pensionistë që nuk kanë lek bleni ilaçet, nuk kanë lek të hanë bukë, nuk kanë para të bëjnë pushime, të shplodhen, si të shplodhen gjithë pensionistët e botës që udhtojnë me kroçera e bëjnë pushime nga 1 muaj, nga 2 muaj. Ju, si trushplar që jeni, si mbeturina që jeni, futuni dhe shani në për komente, në për rrjetet sociale, se rroft partia. Partia nuk e rrun fare për juve. Jeni vetëm vot, edhe I 50.000 lekë të qelbët që a jep për t'u ble votën. Shifeni dhe kontekstin në cilin e bën Edi Rama këtë veprim. E ka popullin rrugë, e ka popullin në shesh, ka 38 ditë që protestojnë shqiptarët, rinia, shqyqy që ungrit rinia, dhe ky nuk çan kokën fare për protestuesit. Nuk çan kokën fare që protesta është për keq qeverisjen, për korrupsionin, për abuzimin, për shkatrimin e zonave të mbrojtura e të gjitha me radhë. Dhe nxjerr nga buxheti I shtetit që në sot, prap kjo kategori mbeturinash, kjo kategori qelbësirash, që nuk arsyetojnë, nuk logjikojnë, po vetëm bëjnë ham kot në rrjetet sociale, shqyr kanë nga I telefon, u bëjnë fëmijët oferta telefoni e hynë si mizerje në për rrjetet sociale gjithë ditën, si trushplar, nuk logjikojnë se në çfarë situatë është Shqipëria dhe çfarë bën kryeministri. Dhe një gjë tjetër kam prap për për spakun. Fondi I emergjencës nuk hapet për koncerte. Fondi I emergjencës nuk kategorizon koncertet edhe ahengjet. Fondi I emergjencës ka situata zjarresh, ka situata tërmetesh, ka situata fatkeqësisht të tjera, dhe po të kishte drejtësi për çdo maskarat këtij vendi, për çdo idiot ignorant që ka hëng propagandën se Shqipëria ka spak, e ka drejtësi, u bë drejtësia, sot spaku du të hapte minimalisht hetim kryesisht për një vendim të kryeministrit të vendit që fut një aheng 400 milion lek nga paratë e shqiptarëve, nga paratë e taksave paguesve shqiptar, paguën për një aheng. Për dasëm, një natë është. Nuk ka për t'i sjell asgjë Shqipërisë, sepse është vetëm një natë qëndrimi. Do vinë gjithë edhe nëse do vinë njerëz nga jashtë. Po e zëm do vinë nga Italia, nga Greqia, kujtu nga mund të ketë fansa ky reperi, do vinë me bilet vajtje ardhje. Do vinë rinas, do na lojnë në Kashar ku po bëhet stadiumi, maron koncerti, pi nga I shishe ujë, nga I birë, kujtu në qa pinë ata, dhe të nesmen I hypin avionit edhe ikin prap. Nuk ka për të përfitu Shqipëria asgjë nga ky koncert. Që shteti shqiptar, Edi Rama me firmën e vet, I jep 400 milion lek ditën për diell. Nuk jep I lek për ilaçet, për njerëzit e smur me kancer që dërgjën spitaleve, por jep para për qef. Ajo që nuk thonë edhe të tjerët, është se ky rrezik këto para, po ja jep Top Channelit, po I ndan me Top Channelin rrezik. Biletat e shitjen e biletave të këtij festivali e bën Top Channeli.
pavarësisht ajo kompania shqiptare që është bashkë-organizatore, ka emrin e një goce tjetër si pronare, përsëri diçka ka dhe Top Channel në këtë mes që i është lënë ekskluziviteti i shitjes së biletave. Pra është ndarje e pastër e parave, abuzim me paran publike ditën për diell nga kryeministri i vendit, në një situatë që e ka popullin në rrugë. Kjo është për t'i thirrë mendjes gjithë idiotët e gjithë ignorantët. Se pranaj po bëj këtë video se e kisha bë video sot, e kisha myll me summitin e NATO-s, por më erdhi në veri kur shoh dhe kur më kujtohen fliqësirat që futen nëpër rrjetet sociale dhe komentojnë si Mbeturina. Mbeturina është një njeri, sepse socialistët e ndershëm po e kritikojnë të gjithë vendimin e pushtetit. Mbeturina është një maskara që shef gjithë ditën mediat e qeverisë, që i bëjnë trush shplarje, dhe qeveria vjedh, rjep edhe plaçkit këtë vend, dhe ata janë të kënaqur edhe kur s'kan bukë të hanë, edhe kur s'kan para të bëjnë pushime, edhe kur s'kan para të blejnë ilaçe, pra këta janë zvarranik. Kjo lloj kategorie e ka marrë mqaf Shqipërinë gjithë këto vite. Se është një kategori fliqësirash që nuk duan t'ja dinë fare se çfarë ndodh, nuk duan t'ja dinë se u kanë ikë fëmijët rrugëve të botës, por vazhdojnë akoma rroft partia. Të gjithë socialistët e ndershëm edhe të mençur janë kundër këtij vendimi të fliqur të Edi Ramës, që po shpërdoron parat. Pra këta nuk janë socialistë, prandaj i kam veçu gjithmonë, Mbeturina nuk janë socialistë. Mbeturinat janë një kategori e qelbur që merr mqaf këtë vend sepse kanë dhe vota shumë. Nuk pyesin se s'ua ka rrit kurrë pensionin, ka 14 vjet në pushtet Edi Rama, ka harxhu miliarda, mbi 11 miliardë euro ka shkaktu dëm e buxhetit shtetit, doa kishte çu pensionin nga 500-600 euro, 700.000 vetave që ka. Nuk ka pyet për ta, nuk ka rrit asnjëherë pensionin, nuk ka dhënë vetëm 50.000 lekësha për fushata zgjedhore, edhe këta vazhdojnë akoma si ngordhësira, bërtasin edhe i futen kujtdo që flet të drejtën për t'u hapë syt njerëzve në rrjetet sociale. Nuk ndodh vetëm me mua, ndodh me të gjithë, me çdo njeri që kritikon qeverinë, që kritikon pushtetin, këto fliqësirat me telefon gjithë ditën në dorë, barkthar, sulmojnë njerëzit. Hapni syt edhe shifeni, Edi Rama ka pagu 400 milion lek ose 4.3 milion euro për koncert një nate, që nuk fitoni as i gjoju, as për pensionet, as për ilaçet, as për pushime, as për kujdes social, për asgjë. Nuk është për juve. Pra ky është kryeministri juaj, ky është udhëheqësi juaj shpirtëror, që tallet me juve, ju poshtron edhe ju merr edhe votën. Kështu që Spaku, ku është Spaku? Ku është ky Dumani? Të hapte hetim pse përdoret fondi i emergjencës kështu. Si mund të përdoret fondi i emergjencës për një koncert? Kjo është shmenduri. Po paratë e biletave, ku do shkojnë paratë e biletave që po i shet Top Channel-i? Se shifin e reklamën, i shet paratë e biletave, i shet Top Channel-i. Kaq mjafton edhe për ju e kisha të gjithë video, se s'kisha nërmen me bo video mos onde.